Paqja fiskale. Kapitulimi i shtetit përpara parave të pista. Një artikull hetimor kritik mbi amnistinë e maskuar që po shkatëron drejtësinë fiskale, shtetin e së drejtës dhe besimin publik. Nëse ka një koncept që po përdoret sot për të mashtruar opinionin publik, për të qetësuar ndërgjegjen kolektive dhe për të legalizuar padrejtësinë, ai quhet paqe fiskale. Emër i butë, tingëllim pajtuese, gjuhë e reme, sepse pas kësaj fjale nuk shihet as paqe, as reform, as vizion zhvillimi. Fshihet një nga aktet më të rënda të kapitullimit të shtetit shqiptar përballë parasë së pistë, korrupsionit dhe krimit të organizuar. Paqja fiskale nuk është reform, është amnisti fiskale e maskuar, e ndërtuar me kujdes kirurgjikal për të pastruar, legalizuar dhe normalizuar pasuri të dyshimta, të pajustifikuara dhe shpesh kriminale. Është lavatriçe shtetërore, me fim qeverie dhe me bekim politik, një mashtrim i strukturuar e paramendim. Qeveria tenton ta shes këtë nismë si lehtësim, si mbyllje plagësh të vjetra, si formalizim kapitalesh për zhvillim, por realiteti është brutal. Kjo nuk mbyll plag, hap kancerin e pandëshkueshmërisë. Çfarë bën konkretisht paqja fiskale? Fshin detyrimet tatimore të evazorëve, me vetëm 5 i tatim. Një tallje për çdo qytetar që paguan rregullisht tatime mbi pagën, biznesin apo pronën e tij. I heq administratës tatimore të drejtën e kontrollit. Shteti dorëzon armët. Heq dorë nga hetimi. Heq dorë nga verifikimi i burimit të pasurisë. Fsheh identitetin e përfituesve, në kundërshtim flagrant me ligjin, me transparencën dhe me çdo standard europian. U hap derën politikanëve, zyrtarëve dhe ish zyrtarëve, që kanë ndërtuar pasuri që nuk i justifikojnë dot as me 10 jetë pune. Krijon një kanal sekret për futjen e parave të pista në ekonomi, duke i veshur me petkun e legalitetit. Kjo nuk është politik fiskale. Kjo është pastrim parash me vull shteti. Drejtësia fiskale e vrar e paramendim. Ndërkohë që qeveria hap dyert për evazorët, për krimin dhe për oligarkin, qytetarët e ndershëm shtypen çdo ditë. Bizneset e vogla mbyllen. Profesionistët e lirë kontrollohen deri në absurditet. Punonjësit e thjesht nuk kanë asnjë mundësi të shmangin taksat, sepse pagat e tyre janë të deklaruara, të dukshme, të pambrojtura. Kjo krijon një realitet skandaloz. I ndershmi ndëshkohet, mashtruesi shpërblehet, krimineli legalizohet, shteti bëhet bashkëpunëtor. Ky është përkufizimi i shtetit të kapur. Shkelje e rënd e standardeve europane. Paqja fiskale shkel çdo standard të bashkimit europian mbi luftën kundër pastrimit të parave. Çdo rekomandim të FMN-s mbi amnistit fiskale, të cilat cilësohen si masa të dëmshme, njëhershme dhe inkurajuese për evazionin. Çdo premtim publik të veçqeverisë, që më parë kishte deklaruar se amnistia fiskale nuk do të përsëritej kurrë. Kjo nuk është thjesht hipokrizi, është gënjeshtër institucionale. Parat e pista së themele të ekonomisë. Një ekonomi që rritet mbi paratë e pista nuk është ekonomi zhvillimi, është ekonomi varësi. Është ekonomi që nuk prodhon vlerë, por forcon krimin, monopolin dhe korrupsionin. Kur paratë e padeklaruara hyjnë pa kontroll, pa verifikim, pa transparencë, ato nuk krijojnë vende pune të ndershme. Ato blejnë tokë, blejnë media, blejnë politik, blejnë heshtje, dhe një vend i tillë, i mbështetur mbi para kriminale, nuk ka sovranitet. Kush fiton? Fituesit, oligarkët, evazorët kronik, politikanët me pasuri të pajustifikuara, krimi i organizuar, humbësit, qytetarët e ndershëm, bizneset që konkurojnë ndershëm, shteti i së drejtës, e ardhmja e vendit, paqe për kapitullim, mos u mashtroni nga gjuha. Këtu nuk ka paqe, ka kapitullim, kapitullim përpara parasë së pistë, kapitullim përpara korrupsionit, kapitullim përpara interesave të ngushta që kanë rrëmbyer shtetin. Një shtet që fal krimin ekonomik, ndërkohë që shtrëngon lakun mbi qytetarin e zakonshëm, nuk është shtet modern, është regjim klientelist, ku ligji nuk është i barabartë për të gjithë. Konkluzion, kë është një krim politik. Paqja fiskale nuk është gabim teknik, nuk është keqllogaritje, nuk është naivitet, është vendim politik i qëllimshëm. Një vendim që legalizon padrejtësinë, institucionalizon korrupsionin, normalizon evazionin dhe i dërgon një mesazh fatal shoqërisë. Mos i ndershëm,
sepse ndeshmëria ndëshkohet. Në fund, e vërteta është e thjeshtë dhe e hidhur. Nuk bëhet fjalë për paqe. Nuk bëhet fjalë për reformë. Nuk bëhet fjalë për zhvillim. Bëhet fjalë për kapitulim përpara parave të pista.